Me rastin e ditës ndërkombëtare të familjeve, organizata jo qeveritare e rjeti edukatorëve bashkëmoshatar me partner ka paraqitur kampanjën e atësisë të quajtur Super Babai, promovon barazinë gjinore dhe atësinë pozitive. Kujdesi për punët e shtëpisë dhe fëmijët nuk ka qenë pjesë e rolit tradicional për një burr, por sipas raportit të OJQ-s ka indikator që burrat sot merren më shumë me këto aktivitete se sa në të kaluaren. Bujar Fezullahu, drejtor ekzekutiv i kësaj organizate jo qeveritare, tha se projekti po implementohet edhe në rajon dhe se ndryshimet duhet të ndodhin vazhdimisht. Fezullahu dha një shembull përmes të cilit kërkoi publikisht që të respektohet gjinia femërore, madje edhe nga vetë prindi. Unë gjatë punës time e përmendi këtë fakt gjithmonë edhe kur du me cekë edhe këto kam dëshirë që e kemi një zakon shumë të keq. Për shembull, kur martohen djali me vajzën, burri me gruan për shembull, edhe prindët e tyre gjithmonë e bajnë atë teslimin, si thojmë ne, një fjalë popullore, ku e bajnë për hajrimin. Faktikisht edhe baba i vajzës, si thot babës djalit, robi ytë, gjaku im. Në me thënë, kjo duhet definitivisht të largohet. Për këtë projekt është folur edhe në media botërore. Në një artikull të The Guardian thuhet se pas konfliktit në Kosovë, burrat kanë qenë hipermashkullor dhe dhuna seksuale ishte e zakonshme. Sipas tyre, një projekt si ky po paraqet rezultate të habitshme se si të promovohet një model tjetër mashkullor. Kadri Gashi, koordinatori i projektit, tha se po punohet me djemt të shkollave të mesme, por po hulumtohet se cila shkollë është më në nevojë për të trajnuar djemt në këtë drejtim. Këto shkolla që na punojnë janë kryesisht shkolla teknike profesionale ku dominimi i djemve ose burrat të ri është mos me thon mbi 80%. Edhe konsiderohet që dhuna vjen kryesisht prej këtyre shkollave teknike profesionale. Mbas andaj, bëjmë trajnime rezidenciale ku i dërgojmë djemë, i përzgjedhëm një grup djemë, i dërgojmë në jashtë shkollave, 3 ditë, 4 ditë, dhe mbas andaj këta përfitojnë në atë aspekt me qenë si bashkëmoshatar për na me implementu projektin në atë mënyrë sa më mirë. Kjo ngjarje u organizua në kuadër të projektit Iniciativa e burrave të rinj në bashkëpunim me disa organizata të tjera. E tjera si dhe janë bërë disa dokumentarë si në vend ashtu dhe jashtë vendit. Pasi që projekti është regional dhe implementohet gjithashtu dhe në Serbi, Kroaci, Bosnjë, Hercegovinë dhe Shqipëri, kolegët nga këto vende në kanë quajtur edhe lokomotiva e projektit.